Familja e Brikenës ka reaguar publikisht për herë të parë, pas shumës së madhe që është krijuar rreth jetës së saj personale dhe diskutimeve në publik. Në një deklaratë të shpërndarë në rrjetet sociale, ata theksojnë se ndihen të detyruar të sqarojnë një parim bazë: fjalët e dhëna dhe çështjet e jetës personale nuk duhet të përdoren si strategji loje apo për përfitim publik. Sipas familjes, kur dy persona bien dakord që e kaluara të mos diskutohet, kjo marrëveshje duhet të respektohet pavarësisht rrethanave apo presionit të lojës. Ata nënvizojnë se të qenit figurë publike nuk do të thotë heqje dorë nga privatësia dhe dinjiteti, duke theksuar se hapja e detajeve personale që nuk i shërbejnë askujt nuk është e drejtë dhe nuk justifikohet. Familja shprehet se ka zgjedhur të mos hyjë në detaje dhe as të drejtojë gishtin ndaj askujt, duke e cilësuar qëndrimin e tyre si një mbrojtje të privatësisë dhe dinjitetit, jo si sulm. Në fund, ata apelojnë për respekt dhe kujtojnë se kufijt personal nuk duhet të tejkalohen për vëmendje apo strategji loje. Ky reagim ka ndezur diskutime të shumta në rrjet, ku ndjekësit ndahen mes atyre që e mbështesin qëndrimin e familjes dhe atyre që mendojnë se figurat publike duhet të jenë më transparente.